Rreth 85.000 fëmijë në moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga kequshqyrja akute në 3 vjet lufte në Yemen, thot drejtuesja e një shoqate bamirësie. Numri është i barabartë me të gjithë popullsinë nën 5 vjeçare në qytetin e dytë më të madh të Britanisë së Madhe në Birmingham, shton Save the Children. OKB paralajmëroi muajin e kaluar se deri në 14 milion jemenas janë në prag të urisë. Ajo po përpiqet të ringjallë bisedimet për t'i dhënë fund një lufte 3 vjeçare, e cila ka shkaktuar krizën më të keqe humanitare në botë. Jemeni është shkatëruar nga konflikti. Lufta u përshkallëzua në vitin 2015 kur një koalicion arab nisi një fushat ajrore kundër lëvizjes rebele Houthi, e cila e kishte detyruar presidentin Abdrabuh Mansur Hadi të largohej jashtë vendit. Të paktën 6.800 civil janë vrarë dhe 10.700 kanë mbetur të plagosur në luftë, sipas OKB. Lufta dhe një bllokadë pjesshme nga koalicioni kanë lënë gjithashtu 22 milion njerëz që kanë nevojë për ndihmë humanitare, kanë krijuar një emergjencë më të madhe në botë për sigurinë ushqimore dhe kanë çuar në shpërthimin e kolerës që ka prekur 1.2 milion njerëz.